Pozita gjeografike, pasuritë e mëdha të trashëgimisë kulturore dhe asaj natyrore kanë shndruar Elbasanin në destinacionin turistik për vizitorë nga vende të ndryshme të botës. Çdo ditë këtë qytet zgjedhin ta vizitojnë turistë të ardhur nga grupe me agjenci turistike apo edhe individualisht, duke shijuar atë çka ofron qyteti 2200 vjeçar. Kalaja, Bazilika e Bezistani, Xhamia Mbret dhe ajo e Nazareshës, Kisha Shënmëria apo edhe stadiumi Elbasan Arena janë disa nga atraksionet më të veçanta që turistët duan të shohin nga afër në Elbasan. Veç turistëve të organizuar në grupe, shumë të tjerë vinë me motora apo biçikleta, siç ishte edhe rasti një çifti nga Britania e Madhe, të cilët kanë nisur një tur udhëtimi nga Antalya e Turqisë duke përfunduar në Ballkane, konkretisht në Shqipëri. Në ndalesën e tyre në Elbasan e patëm mundësi të bisedonin me ta për përshtypjet që u ka krijuar Shqipëria dhe udhëtimi me biçikletë. My name is Peter, and I'm traveling through Albania, and with my wife on our bicycles, and we started our trip in Antalya in Turkey. Emri im është Peter, jam duke udhëtuar me biçikletë me gruan time. Ne nisëm udhëtimin nga Antalya dhe jemi në Shqipëri për 2 ditë. Njerëzit janë shumë të shoqërueshëm dhe kjo më pëlqen. Ne erdhëm nga liçeni i Ohrit dhe tani do të shkojmë në Tiranë. Më pas do të ikim në veri drejt Malit të Zi. Është bukur të udhëtosh me biçikletë, se mund të shohësh më shumë. Ti udhëton me ngadalë nëpër vende dhe shikon se sa miqësor janë njerëzit me ty. Po shoh që Elbasani është një vend shumë i bukur. Ulëm të pinim një kafe dhe njerëzit u treguan shumë miqësor me ne. Jemi këtu vetëm për pak orë dhe do të nisemi drejt Tiranës. Spoken to one or two people, and it looks a very nice place, but unfortunately we won't be here very long, just an hour. We like it so far. The people are very friendly and it's a beautiful countryside. It's been nice. Është një vend shumë i bukur. Njerëzit janë shumë miqësor, është bukur të udhëtosh me biçikletë. Udhëtimi i tyre në Shqipëri do të vijojë edhe për disa ditë duke shijuar nga afër bukuritë e natyrës dhe veprat e trashëgimisë kulturore të vendit tonë.